Majlinda Bregu është një politikane shqiptare e cila aktualisht drejton Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, duke qenë zyrtarja shqiptare me detyrën më të rëndësishme në një organizatë të Bashkimit Evropian. Ajo u diplomua për shkenca sociale në Universitetin e Tiranës, por ndoqi një karrierë edhe në media, si gazetare prej vitit 1992. Zonja Bregu u angazhua në politik më 2005, pas një përvoje me shoqërinë civile në mbrojtje të drejtave të grave. Ajo u zgjodh deputete e Partisë Demokratike, e shërbeu dhe si ministre e integrimit deri më 2013. Majlinda Bregu. Mirë se vini në Refleksione. Skena është për ju. Mirë se ju gjeta. Fillimisht një përshtypje juaja për këtë emision ose pritshmëritë që keni prej tij sot. Më vjen mirë që jemi të gjithë në një fazë reflektimi dhe besoj që do të jemi në një valë edhe gjatë emisionit. Tema e parë lidhet me Europën. Për shumë shqiptarë Europa është një vokacion, mirë po ajo është ndërkaq edhe një konstelacion institucionesh, marrëdhëniesh, interesash dhe aleancash. Për shumë skeptik, Europa, sidomos ajo financiare, ka rreshtur se qënuri një demokraci. Filozofi i shquar Noam Chomsky bën këtë kritik. In the Eurozone, democracy has declined. Në Eurozonë demokracia ka rënë, ndoshta edhe më shpejt se sa ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara. Gjatë këtij brezi të kaluar nën politikat neoliberale, ka ndodhur një sulm global ndaj demokracisë, çka përbën një cilësi të brendshme të neoliberalizmit dhe Eurozona ka arritur një nivel të jashtëzakonshëm. Dua të them edhe për Wall Street Journal, që përfaqëson të djathtën kjo është kritike. Pa marrë parasysh se kush i fiton zgjedhjet në një vend evropian, qofshin fashistët, komunistët, kushdo tjetër, politikat mbetet të njëjta. Dhe arsyeja është se ato janë vendosur të gjitha në Bruksel nga burokracia dhe qytetarët e shteteve kombëtare nuk kanë asnjë rol në këtë. Dhe kur ka përpjekje për të vendosur rregull, si në referendumin grek, atëherë i shkatrojnë. Ky është një hap i rrallë, sepse kryesisht njerëzit qëndrojnë pasiv si viktima të politikave për të cilat nuk kanë asgjë për të thënë. Unë besoj që ka dy koncepte ose të paktën dy qasje sa herë që ne flasim dhe pyetemi për Europën. Një pjesë është ajo me cilën hapët dhe ju insertin pjesa e vokacionit të gjitha vendeve tona të cilat duhet i bashkohen në Bashkimit Evropian dhe mbase për shqiptarët edhe me një ndjesi pak më të dashur. Pra, vjen prej faktit që shqiptarët nuk kanë qenë ndonjëherë në kërcënim për të pasur një identitet evropian. Megjithatë, Europa besoj që është më shumë një gjendje mendore. Për fatin e mirë për të gjithë ose nga të gjithë në shumicë, nga të gjitha vendet të cilat duan të bashkohen e Europës, ka ende një përqindje të lartë të dëshirës për të qenë pjesë e saj. Por është e vërtet nga ana tjetër që Europa si kontinent nuk ka ngelur e paprekur nga krizat. Nga njëra anë është Europa e mendimit politik, apo ajo Europa e vlerave, Europa të cilën ndërrojmë të gjithë, Europa e standardeve e stilit të jetës më të mirë, dhe nga ana tjetër është Europa e cila në fakt filloi që të imitonte një sistem të rënduar institucionesh. Dhe kjo e ka bërë pra shkëputja nga mendimi dhe nga vendimarrja politike. E ka bërë sot Europën që herë mbas here të duket sikur e ka më të vështirë për të dhënë zgjidhje problemeve të ndryshme. Por, duke mos lënë me një anë, është prekur nga krizat të cilat kanë qenë krizat të mëdha. Vetëm së fundmi, për shembull, duke ju referuar krizës financiare të 2008-s, por më pas qoftë Brexit apo kriza e refugjatëve e 2015-s, qoftë edhe pandemia tani së fundmi, sigurisht që e kanë tronditur Europën. Dhe unë shpresoj shumë që të ketë një qartësi se Europa si kontinent nuk mund të jetë e fortë dhe të bëjë ballë krizave të mëdha të cilat mund ta prekin her mbas here. E para, pa pasur një përcaktim të qartë se kontinenti nuk është vetëm vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Pra kontinenti Evropian është më i gjerë, është edhe Ballkani Perëndimor pjesë e kontinentit Evropian. Por dhe nga ana tjetër,
ka një domosdoshmëri të madhe për të rifituar dhe njëherë dëshirën, leadershipin dhe vendimarrjen politike. Lënia penge proceseve të mëdhaja, qoftë dhe si procesit të zgjerimit, e teknikaliteteve, e letrave, e burokracive, e metodologjive e ka larguar atë nga procesi politik. Dhe për mua besoj që Europa ka nevojë, sikurse jo vetëm Europa, por gjithë bota, për të qenë të qartë me vizion politik. Të jesh lider është synimi shumë kujt, por leadershipi nuk është për cilin do. Ku dallon një lider i mirë nga një i keq? Analisti Lutfi Dervishi bën këtë përshkrim. Nëse kërkon të pëlqesh të gjithëve, shi takullore, mos u bëj lider. Kjo është një thënie e famshme e Steve Jobs, menaxherit famshëm të Apple-it, njeriu që ndryshoi shijet e njerëzve. Në fakt, të jesh lider sot ka një kuptim të madh. Nuk bëhet fjalë për liderin e dikurshëm që ngjallte frikë dhe merrte me zor adhurimet. Bëhet fjalë për një lider të një natyre tjetër, të një njeriu që duket atëherë kur e kërkon situata dhe një njeriu që merr vendime të vështira. Lideri i vërtet duhet të prim masave, turmave, njerëzve dhe jo të ndjek pas shijet e tyre. Por ne kemi edhe një problem tjetër. Sa më i fortë të lideri, aq më problem bëhet një sistem demokratik, sepse nuk është kompatibël me institucionet. Një lider i mirë di të respektojë institucionet, dhe një lider i mirë e njeh mirë lojën e demokracisë. Në të kundërtën, një lider i keq është lideri që nuk merr vendime, nuk merr përgjegjësi dhe vazhdimisht është ndërrues. Një lider i mirë inspiron, një lider i keq vetëm ngjall keqardhje. Në fakt, më bën përshtypje zgjedhja që keni bërë të gjithë figurave politike, ku domosdoshmërisht jo secili prej tyre meriton të quhej lider në ecurinë e historisë së njerëzimit. Pra, ka diktator, ka fashist, ka lider demokrat, ka autoritar, por të gjithë kanë shpresuar, kanë ndërruar, apo në një moment të caktuar të historisë kanë besuar se po udhëhiqnin bazuar në ideologji të cilat ishin tërësisht shkatërruese për botën dhe njerëzimin, apo qoftë në momente të cilat kanë qenë interesante. Për shembull, një moment që më kujtoi Bushi është kur pranoi humbjen dhe vulosë rezultatin e zgjedhjeve në Amerikë duke uruar fituesin apo kundërshtarin. Megjithatë, unë them që çfarë bën një njeri një lider të mirë? E bën sakrifica dhe përgjegjësia, sepse leadershipi dhe lideri është pak a shumë si prindi. Ti duhet të mendosh që në sukses je gjithmonë i fundit, dhe suksesi është gjithmonë i grupit, i atribuohet grupit, skuadrës tënde. Ndërsa në humbje përgjegjësia është e jotja. Ka dhe duhet të mbaj përgjegjësi një udhëheqës, një lider apo një drejtues edhe në rastin kur nuk ka arsye, pra kur nuk ka bërë ndonjë faj. Kjo është ajo çka e dallon liderin nga një shef apo nga një njeri që komandon apo drejton një skuadër. Më vjen keq në fakt që sot në përgjithësi leadershipi tenton të ngatrohet me, në Shqipe kemi të vështirë, gjejmë një fjalë tjetër, po me ownershipin më saktë. Domethënë kur ke leadership, udhëheqës dhe pronar. Lideri nuk mund të jetë pronar. Lideri është pronar ose udhëheqësi është pronar në rast se ka një biznes të vetin. Dhe këtu pastaj është histori tjetër, sepse ti pret që grupi dhe skuadra të punojnë për ty. Por lideri ka një vizion, lideri ka ndjenjën e përgjegjësisë, lideri duhet ketë dhe duhet jetë një njeri që sakrifikon, lideri duhet ketë një lloj dashurie në formën si agape, një lloj dashuri pa kushte, pra një dashuri e cila të mbrit deri atje kur të mendoj i fundit për veten dhe të mendoj për të mirën e përgjithshme dhe për misionin që ka marrë përsipër për të kryer. Lideri duhet të jetë konfident, sepse është e pamundur që ti jesh një njeri që nuk ke besim tek vetja, nuk e njeh veten, nuk reflekton dhe ti jesh një lider i mirë. Dhe jo të gjithëve të cilëve ju jepet një shans për të drejtuar apo
ju dhurohet një mundësi për drejtuar, ose ata të cilët luftojnë për të marrë një pozicion lideri, përfundojnë në fund të ciklit të tyre të leadershipit si lider të mirë. Sepse lideri i mirë duhet të ketë një funksion që mbase njerëzit e zakonshëm nuk e kanë. Është si prindi i cili në rast se nuk ka ushqim të mjaftueshëm, duhet mendoj së pari të ushqej fëmijët. Pra, lideri i mirë duhet ketë mundësinë të e para të njohë veten, e dyta të pranojë që demokracia ka rregulla dhe të ketë një plan, një vizion dhe një strategji, të mos shohi nga këtu deri tek cepi i murit, por të shohi këtu edhe se ku do ta çojë grupin e tij, qoftë ai grup politik, qoftë ai vend, qoftë edhe një biznes në këtë rast. Barazia gjinore mbetet ende një sfidë për shoqërinë shqiptare, por si mund të arrihet përmirësimi i pozitës sociale të gruas? Gazetarja dhe publicistja Arlinda Çausholli ka këtë këndvështrim interesant. Një gjë që unë mendoj në lidhje me rolin e gruas, duke u nisur edhe nga përvoja ime, po edhe nga ato që kam vëzhguar gjatë gjithë këtyre viteve, asgjë nuk merret falas dhe nuk duhet të merret falas. Rolin në gruas në Shqipëri nuk e përcakton them as kvota 1% dhe as numrat, të dyja mund të tejkalohen sepse fuqia nuk matet, edhe them sa më i gjerë mendësia aq më i fortë dhe roli, ndaj nënat e reja e kanë në dorë të edukojnë siç duhet burrat e arshëm, shoqëria jonë ka nevojë më shumë se kurrë për ndjeshmërinë e gruas, për butësinë dhe për profesionalizmin e saj. Të treja janë cilësi që mund të kuptohen dhe mund të çmohen shumë mirë nga gjenia tjetër, edhe mendoj se roli në shoqëri fillon me humanizmin. Çka duhet të them është se puna e pandashme, etja për dije, etja për empati, fakti që këtë empati e përcjell në shtëpi dhe jashtë saj na jep të gjithëve një rol civil, të cilin e shprehim me fjalë dhe me vepra, e të dyja këto qëndrojnë në çdo numër. Dhe tek Arlinda, gjeta shumë nga ato diskutime apo çështjet të cilat ne i flasim çdo ditë, i diskutojmë me mikesha, i diskutojmë në familje, sigurisht e diskutojmë edhe me burra, pra i diskutojmë edhe me shok apo të njohur. Megjithatë, në pamjet ilustruese që ju keni, janë pamje të cilat vinë në një kohë kur gratë tentonin që të kishin një tjetër pozicion, pra luftonin për drejtën e votës, apo kur gratë në bazë të stereotipeve ishin kryesisht shoqëruese të burrave, pra kërcenin, ishin interesante për të zbukuruar një ambient, deri tek pastaj dhënia e mundësive për të punuar dhe për të mbërritur në ditët tona për të dhënë mundësi të barabarta grave dhe burrave në shoqëri. Megjithatë, nuk besoj se është element ngushëllues, por nisur nga një arsyetim që Shqipëria, sikurse edhe vendet e tjera, përcjell edhe në një farë mënyrë përqafon edhe trendin botror, çështja e përfaqësimit dhe barazimit të grave ose ngushtimit të hendekut gjinor nuk është një problem vetëm shqiptar. Ne, për shkak edhe të stereotipeve, për shkak mbase të disa modeleve kulturore ende të trashëguara, të cilat e lënë pozicionin e gruas pak si sekondar, mund të vëmë re dhe për shkak se jetojmë këtu, vëmë re dhe amplifikojmë mbase rastet tona. Por është një situatë e cila është problematike thuajse në të gjithë botën. E para, pushtetin në këtë rast edhe fuqinë më saktë që ju duhet grave, nuk ta fal askush. Dhe në rast se të duhet një rol baraz në shoqëri, duhet punosh edhe duhet luftosh për të. Por ende sot në botë, hendeku gjinor në rang global është diku ke 68%. Që do të thotë që gratë të kenë mundësi të jenë barabarta me burrat nga pikpamja ekonomike, ju duhen 267 vjet. Që të kenë mundësi të jenë përfaqësuara politikisht, pra të kenë mundësi të marrin pjesë në nivelet më të larta të pushtetit baraz me burrat, siç janë sot, ju duhen 150 vjet. Dhe që të kenë mundësi pastaj që të jenë të barabarta tërësisht me burrat në të gjitha fushat e jetës, ju duhen prapë më shumë se një shekull tjetër. Në rast se do të ecim me logjikën e indeksit gjinor, i bie që do të na duhen edhe 3-4 breza të tjerë
për të mbritur dhe për të parë një situatë më normale. Por e vërteta është që çdo gjë dhe çdo ndryshim në çdo shoqëri është një ndryshim i cili nuk vjen menjëherë. Besoj që e thash të pak më parë, Shqipëria nuk bën dallim në përgjithësi i gjithë rajoni për sa i përket trendit. Është shumë interesante po të shohësh dhe të pyetësh për shembull ata të cilët merren me biznes ose gratë të cilat duan të kenë një sipërmarrje të tyre, për gratë të cilat kanë një fuqi dhe duan të hapin një biznes të tyre. Përsëri në pjesën më të madhe janë kryesisht ato që vijnë nga një biznes i trashëguar nga burrat, pra nga baballarët, ose i ndarë në partneritet me bashkëshortin, dhe më pak janë ato të cilat kanë iniciativën për të bërë një biznes të vetin. Por ka një problem tjetër, nuk është vetëm çështje e edukimit në familje. Një nga format kryesore sepse ne rrisim djemt edhe vajzat. Për mua ka një rëndësi thelbësore edukimi, sistemi i edukimit dhe i shkollimit. Është një nga reformat më të vështira në gjithë botën. Ne kemi humbur kohë për shumë vite, sepse sidomos gjatë 15 viteve të fundit, pra mbas ndryshimit të sistemit politik në Shqipëri, gratë dhe vajzat u orientuan kryesisht mbas edhe se një lloj revolte ndaj atij impostimit kur të drejtat e studimit i jepeshin me dhunë, apo asaj punës dhe atij imazhit të grave dhe barazisë që punonin në fabrika, në kantiere, ai imazhi i filmit Brazdat për shembull. Dhe gratë orientuan më shumë tek degët të cilat ishin soft, marrëdhënie ndërkombëtare, shkenca politike, shkenca shoqërore. Me gjithë respektin e madh, unë vi nga shkencat shoqërore. Problemi i madh është që sot tregu i punës ka ndryshuar. Tregu i punës sot kërkon aftësi më shumë se sa diplomën. Tregu i punës po tenton të bëhet më shumë digital, më shumë teknologjik. Puna është automatizuar. Dhe ky është problemi më i madh që kemi sot. Duke i orientuar gratë për të qenë dhe për të krijuar një model sigurie për veten, shumica e tyre u punësuan në administrat. Dhe sot ka një hendek tjetër i cili po rritet. Është ai i vajzave dhe grave të cilat merren me shkencë, me teknologjinë, me IT-n. Shto këtu dhe problemet buxhetore që kanë të gjitha vendet tona, shto këtu sa pak investojmë ne për mbështetjen e shkencës për shembull dhe të kërkimit. Megjithatë, në rast se nuk e mendojmë sot ose dje, po e them këtu edhe jam e bindur që do të jetë një situatë shumë problematike mbas 4 apo 5 vitesh. Sepse tregu i punës do të ketë nevojë për më shumë aftësim teknologjik. Tregu i punës do të ketë nevojë për të mbyllur këtë hendekun për më shumë kurajo. Ndaj grave do t'ju duhet, dhe vajzave të reja kryesisht, që të bëjnë një revolucion tjetër, për t'ju larguar idesë së një pune të sigurt dhe për të marrë sfida të cilat me të vërtet mund t'ja afrojnë më shumë me fuqizimin ekonomik. Kush ka fuqi ekonomike, ka edhe fuqi politike më të madhe, lufton më mirë dhe dhunë në familje, ka më shumë mundësi për barazi dhe sigurisht që është një grua më e arrirë. Risia dhe etja e saj për progres janë të lidhura pasgjithshmërisht. Por sa të domosdoshme ka rinia e sot me teknologjinë, dhe a i vlen teknologjia rinis për të realizuar synimet e saj? Profesoresha Ana Uka jep këtë definicion. Një temë që vlen për të diskutuar sot është edhe ajo në lidhje me sfidat dhe mundësitë që ofron teknologjia për të rinjt. Teknologjia ka evoluar me shpejtësi vitet e fundit, duke filluar nga mediat sociale, të cilat tani luajnë një rol të rëndësishëm në jetën e të rinjve. Mediat sociale kanë krijuar sfida të reja, por dhe mundësi të mëdha për të rinjt. Studimet së fundmi janë fokusuar në eksplorimin se si përvojat me mediat sociale mund të ndikojnë në shëndetin mendor të të rinjve. Teknologjitë digjitale janë bërë një pjesë e pandarë e jetës së të rinjve. Ekspozimi ndaj ekranit në fakt fillon që në fëmirinë e hershme për shumë të rinj, si për shembull fëmijët nën moshën 2 vjeç shpenzojnë mesatarisht 42 minuta në ditë para ekranit. Në kohën kur të rinjt arrin moshën e adoleshencës, shumica e tyre janë futur plotësisht në botën e smartphone-ave, kompjuterave apo mediave sociale. Statistikat e fundit ndërkombëtare tregojnë se rreth 95% e adoleshentëve të moshës 13 deri në 18 vjeç kanë akses në një smartphone dhe rreth 90% e tyre kanë akses në një desktop apo laptop në shtëpi. Një studim i fundit gjithashtu tregon se rreth 45% e adoleshentëve amerikan raportuan se qëndronin në internet pothuajse non-stop.
Përhapja e mediave të reja ka krijuar një mjedis gjithmonë e më komplekse për të eksploruar jo vetëm për të rinjt, por edhe për prindrit, profesionistët e kujdesit shëndetësor apo politikbërësit. Në të vërtetë, ndërsa ky mjedis mediatik ka krijuar sfida dhe rreziqe të shumta për shëndetin mendor të rinjve, nga ana tjetër ai ofron edhe përfitime dhe mundësi të mëdha për të rinjt. Tani, duam apo nuk duam ne jetojmë në kohën e revolucionit teknologjik. Revolucioni teknologjik ka përfitimet pafundme, por ka një rrezik që është shumë madhor. Nëse procesi udhëhiqet nga robotët dhe jo nga mendja e njeriut. Dhe kjo linjë ose ky kufi ndarës më duket se po bëhet gjithmonë edhe më i dobët edhe le të themi më i paqëndrueshëm. Pse e them këtë? Sepse teknologjia sot ka ndikuar ose po influencon aq shumë në bazë të algoritmeve të ndryshme, sa besoj që jemi të gjithë dakord të influencon, ndikon, ndryshon deri diku, edhe trendin politik. Shumë është nga problemet madhore në fushatat zgjedhore. Por nga ana tjetër, pa teknologjinë ne nuk ja dalim dot. Dhe këtu vim në një nga shtyllat apo nga një nga agjendat që unë dhe Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal e kemi shumë për zemër, që është agjenda digjitale në rajon. Unë dëgjova nga ana shifra se sa shumë përdoret smartphone-i apo interneti në rang global. Në rajon është edhe më shumë. Po të llogarisësh kohën që të rinjt shpenzojnë në smartphone dhe në internet dhe përdorin platformat sociale, është më shumë se 4-5 orë në ditë. Në rastin dhe në kohën kur pandemia i detyroi të gjithë të rinjt që të kenë edhe mësimin dhe shkollën online, apo kur blerjet e tyre, qoftë edhe porosia për të porositur për një darkë, një ushqim, bëhet nëpërmjet aplikacioneve online. Të gjitha këto e rritën kohën e shpenzuar në internet. Por, e përsëris, kjo është koha në të cilën jetojmë. Ne nuk e ndalim dot revolucionin teknologjik. Ne kemi vetëm mundësi ta kontrollojmë atë që t'i shërbej njeriut dhe jo makinerive. Dhe më vjen mirë që e përmendet sepse unë shoh sot një tendencë në rajon, në rast se ke nevojë për ide të reja, për ide smart, për ide brillante, drejtohu edhe pyet të rinj. Është hera e dytë dhe viti i dytë që ne organizojmë për shembull një konkurs për cilin është marka jonë, hera e parë që ndodh në rajon, që quhet Balkaton. Dhe në këtë Balkaton, ku mundohemi të mbështesim të rinjt të cilët kanë ide interesante, zgjidhje digjitale, kemi çdo vit për herë të dytë propozime që janë interesante, propozime për qytetin, pra për smart city, siç njihet gjithë botën, propozime për ape të cilat kanë bënë u shumë fishuan dhe më shumë gjatë kohës së pandemisë për shëndetin elektronik, apo pjesën e fuqizimit të tregtisë online, të e-commerce-it. Këto janë çështje që sot diskutohen dhe janë sfida në të gjithë botën. A jemi ne atje ku është zhvillimi i teknologjisë në të gjithë botën? Nuk jemi, por jemi të detyruar që të vrapojmë për të kapur kohën e cila vrapon gjithmonë edhe më shpejt se ne. Por nga ana tjetër prap e them dhe e përsëris, nuk është vetëm çështja e problemeve të shëndetit mendor, që është çështje madhore. Na ka rënduar gjithëve, gjithë ky vit pune në Zoom, non-stop në telefon, por është çështja e produktit që të vjen nëpërmjet punës apo sistemit online, pra nëpërmjet internetit. Është çështja e sulmeve kibernetike, por ne që jemi pak më të rritur dhe që merrem me punë më serioze, dhe çështja e kontrollit të problemeve të cilat mund të dëmtojnë rënd fëmijët, siç janë ato të pornografisë, apo online, apo probleme tjera të cilat kanë të bëjnë me mënyrën dhe me qasjen se si ju ofrohet një model shoqëror. Mediat në Shqipëri janë objekt i vazhdueshëm debati. Mungesa e profesionalizmit dhe kaosi që vjen nga vërshimi i mediave online ndihmojnë në krijimin e një klime mosbesimi. Përpjekjet e herpashershme të autoriteteve për të bërë rregull,
shikohen gjithsesi me skepticizëm. Por a ka nevojë media jonë për një etik dhe si arrihet ajo? Gazetarja dhe aktivistja Rezarta Çaushaj e mendon kështu. Kur diskutojmë qasjen e rregullimit të medias nga mekanizmat shtetëror apo qasjen vetë rregulluese të medias, gjithmonë mendoj se publiku duhet i bëjë pyetjen vetes dhe nga cila përfiton dhe nga cila humb dhe kush përfiton në secilin rast. Në rastin e parë që është tentuar të aplikohet në Shqipëri, pra kontrolli i medias kryesisht online nga shteti, problemi është që ajo gjithmonë është përligjur duke marrë raste ndoshta më banale, ndoshta më ekstreme të abuzimit të vërtetës. Problemi tjetër është që gjithmonë merret si shembull lajmi i rrem apo shpifja si probleme shumë të mëdha të cilat ky ligj do t'i zgjidh. Po e vërteta nuk është vetëm kaq, shtrëmbërimi i vërtetës vjen edhe nga dezinformimi që bëjnë mediat audiovizive, që e bëjnë politikanët. Po smajtja e premtimeve gjithashtu është një shtrëmbërim i të vërtetës, sepse kemi një figurë publike e cila nuk na shfaqet në formën e tij të vërtetë. Të gjitha këto i sjellin dëm shoqërisë, nuk është vetëm dezinformimi që vjen nga mediat online ose shpifja. Ai që humbet në këtë rast është vetëm publiku, ai që përfiton është vetëm qeveria, e cila bëhet në një farë mënyrë certifikuese e informacionit. Por problemi është që e vërteta ose informacioni nuk janë aq të fiksuar, nuk janë aq jo fluid, përkundrazi. Në kohë ato ndonjëherë marrin kuptim që në një kohë tjetër nuk e kanë, dhe gënjeshtra ka një funksion shumë të madh në shoqëri sepse na lejon të dallojmë ose na stërvit më mirë për të dalluar argumentet e vërteta, faktet, dhe këtë në fakt e bën pikërisht vetë rregullimi do të thotë që nëse një media gënjen, nëse një media shpiv, ka një media tjetër e cila del dhe jep faktet, argumentet dhe e përgënjeshtron. Por, duke vepruar në këtë mënyrë, ajo edukon edhe publikun, që ai të mund të zgjedh argumentet, që ai të stërvitet dhe të dallojë të vërtetën. Pra, nëse i vëmë në peshore, në rastin e rregullimit nga shteti, përfiton vetëm shteti, që është e rrezikshme në rastin e shoqërive si ne, dhe në rastin e dytë, përfiton vetëm publiku. Ndërkohë që po munduesha që të ndaja dy linja nga sinkroni që ndoqëm. Është për të mos i ngatruar. Është vërtet që edhe gënjeshtra që bën një politikan ose një premtim i pambajtur ka nevojë për të vënë ndukje. Dhe këtu dalim tek ajo që diskutuam pak më parë, pastaj tek përgjegjësia e politikanit, i cili në fund të ditës në një sistem normal, demokratik, pavarësisht se demokracitë sot gjithashtu janë edhe në vendet më të zhvilluara me probleme edhe në kriza, por në një sistem normal, të paktën nisur nga aksioma se si funksionojnë demokracitë, duhet që ta marrë përgjigjen me votë. Ndërkohë që historia me median, me pjesën e rregullimit, të vetë rregullimit të medias, është një histori tjetër e cila është pak më delikate dhe që është ngritur së fundmi si val, nisur kryesisht me hovin e media sociale. Deri para shumë vitesh, në kohën kur unë merresha me gazetari, apo një pjesë e kolegëve që punojnë merreshin me gazetari, qoftë ato që vinin nga media e shkruar, e din shumë mirë që mbas një shkrimi do të kishte një sy tjetër për ta kontrolluar, që do të ishte redaktori apo kryeredaktori. Të gjithë studentët në gazetari mësohen jo vetëm për etikën e medias, por mësojnë rregullat kryesore që një lajm i cili para se të publikohet, duhet normalisht që të certifikohet burimi. Ajo që ndodh me median sociale në garën e madhe për të marrë klikime dhe për të botuar lajmin i pari, është pikërisht prishja e kësaj garancie themelore. Pra, po të shohësh median sociale sot në një pjesë të mirë, artikujt dhe shkrimet janë duke filluar nga minimumi me gabime gjusore, gati si ai procesi që bëjmë ne në WhatsApp, kur shkruajmë me gabime nga nxitimi për të nisur një mesazh, dhe deri tek pjesa e titujve që s'kan asnjë lidhje me brëndinë e lajmit, për të mos thënë pastaj që unë, nëse nuk më kujtohet në një rast kërkoj ndjes, por unë nuk di të kem lexuar në ndonjë portal apo media shqiptare ndonjë lajm i cili korrektonte veten. Kishte para disa ditësh Deutsche Welle në momentin që bëri breaking news për raketën kineze
Dhe titulli ishte që ka rënë oqeanin paqësor dhe në fund të shkrimit bëhej korrigjimi që nuk ishte oqeani paqësor. Pra, këtë unë nuk e shoh. Pastaj dalin tek pjesa e rregullimit dhe vetrregullimit. Tani këtu kam një ndjesi pak a shumë edhe personale. Kam propozuar para disa vitesh kur isha në parlament jo pjesën e rregullimit medias, pavarësisht se e kuptoj që në Shqipëri ata të cilët jetojnë dhe e kanë biznese dhe portalin, kanë shumë dëshirë që të lënë çfarëdo lloj lajmi që bën bujë, që ju sjell klikime dhe mbas klikimeve marrin pastaj edhe pjesën e reklamës. Por në momentin kur bëra propozimin për të fshirë komentet negative fyese, jo negative se ti nuk bën dhe je politikan i keq, apo ti ke propozuar këtë ligj, apo ti ke premtuar rritjen ekonomike X dhe nuk e ke realizuar. Komentet fyese të cilat kryesisht ishin mbi gratë dhe mbi vajzat, komente që kanë bën nga forma trupore, deri tek gjua seksiste, deri tek ato tabelat ku i kthen gratë si tabela qitse me pushkën gati për ti sharë, jo për ti kritikuar, në bazë të atij fjalorit të cilën e përdorin kur zakonisht dy veta kanë një sherrë mes tyre. Dhe të them të drejtën në atë moment, pavarësisht se mendoja që ishte një propozim shumë i mirë dhe që kryesisht duhet prekte dhe duhet mirëpritet nga kolegët gazetarë cilët kishin portale, pati një reagim i cili ishte, unë shpresoj ta quaj të keq kuptuar. Ja ku jemi sot prap, mbas sa vitesh, në një situatë kur problemi i mediave sociale, i komenteve, i transformimit i fake newsit është kthyer në një temë diskutimi në nivel në çdo institucion. Në institucionet europiane, në institucionet e tjera në përbot. Para zgjedhjeve të 2019-s, për Parlamentin Europian, Komisioni Europian dhe mekanizmat e institucionet europiane filluan të ngrinin mekanizmin e kontrollit të lajmit, të verifikimit, fact-checking. Edhe po të kemi parasysh të kthehemi zgjedhjeve të fundit në Amerikë, çfarë ndodhi ishte pikërisht një histori e madhe për të mos lejuar lajmet fake të cilat publikoheshin apo të ndikonin në rezultate zgjedhore. Pra sot fake newsi, ose le të themi lajmi i rrem, ose etika se si reagojmë ndaj lajmit të rrem, është bërë një çështje globale. Tani, të kthehemi tek pyetja kryesore, a duhet të rregullohet nga autoritetet apo duhet që media të vetë rregullohet? Unë besoj që zgjidhja më e mirë prap mbetet vetë rregullimi. Megjithatë, kam një pyetje. A keni dëgjuar ju për ndonjë propozim i cili të vi nga gazetarët vetë për të vetë rregulluar? Për të vetë rregulluar dhe për të vetë rregulluar tregun e mediave dhe të portaleve dhe të medias elektronike, nuk flas për televizionet, nuk flas për median e shkruar që mbase kanë ende disa elemente të kontrollit. Flas për portalet. A kemi ne sot një institucion i cili ashtu siç kontrollon ose më sakt, i duhet të kontrolloj dhe të monitoroj produktin televiziv sikurse është ama, të bëjë të njëjtën gjë me atë çfarë postohet, shkruhet apo bëhet publike në media dhe në portalet online? A kemi ne sot një mekanizëm i cili se folëm pak më parë për gratë, folëm pak më parë për barazin gjinore ose për fuqizimin e grave, a kemi sot në një mekanizëm i cili të ndaloj dhe të bëj një ndarje nga e përsëris niveli i shëndetshëm i kritikës tek niveli tek sulmi personal apo tek fyrja. Për të mos mbrojtur vetëm individin adult, po për të krijuar një garanci fëmijëve, për të krijuar një garanci shëndetit të tyre. Të gjithë, e tham dhe pak më parë, kanë një smartphone. Në momentin që hap telefonin, lajmet, një pjesë për tyre titujt vërshojnë. Dhe që ta lësh këtë botë dhe këtë sistem ose këtë model të ri të medias tërësisht të pa kontrolluar, në dorë të dikujt që mund të jetë gazetar ose jo, mund të jetë gjobdhënës, mund të jetë thjesht një vojerist, i cili në një moment caktuar vendos që të shprehi problemet apo pikpamjet e tij duke hapur një portal online, besoj që nuk është fare e shëndetshme për shoqërinë. Pra, flasim për fjalën e lirë, por flasim edhe për mendimin e lirë i cili duhet respektuar. Në rast se ne do të vazhdojmë që
fake newsin ta trajtojmë me qasje fake, pra duket sikur sa herë flasim për fake news cënojmë lirinë e fjalës, dhe sa herë i themi një gazetari apo identifikojmë që ka një lajm të rrem, duket sikur i kemi mbyllur gojën, atëherë nuk kemi bërë gjë tjetër, veç se kemi vendosur që t'i lëmë kësaj shoqërie një sistem të argumentave fake, të cilat çdo ditë më shumë mund bëhen gjithmonë edhe më problematike. Ashtu si librat e muzika, edhe filmat mbushin jetën njerëzore. Por a e formson kinemaja jetën e njeriut? A jemi filmat që shohim? Kritiku i filmit Real Tketa ka këtë pikpamje. Me 30 mars vitit 1981, presidenti sapo zgjedhur Reagan plagosur nga të shtënët me armë nga John Hinckley, një vit me probleme mendore. Shkaku i këtij veprimi ishte obsesioni i personit për aktoren Jodie Foster. Ky obsesion kishte nisur që me rolin e saj të luajtur në filmin Taxi Driver me regji të Scorsese dhe 5 vite përpara aktatit të kryer. Informizuar pikërisht nga skenari i këtij filmi dhe për t'i rënë në sy aktores, John Hinckley ndërmori atentatin e presidentit Reagan. Mbasi ky shembull shënon edhe rastin me pasojë në politikën botërore që një film ka sjell dhe për arsyet e gabuara. Autori Roberto Saviano tregon në një reflektim të fuqishëm të kinemas edhe në botën e krimit apo sjellje mafioze. Më saktësisht ai ndaret tek gjestet e qelluarit me armë në kinematografi. Ai rrefen se kinema më së shumti pistoleta mbahet horizontalisht nga aktori për arsye praktike. Kjo për shkak se pozicionimi vertikal do të pengonte portretin e aktorit në sytë e kamerës. Sjellje kjo që në realitet në qitjen me armë është e gabuar dhe rrezikshme për vetë personin që qëllon. Megjithatë, ky lloj qëndrimi i parësyshëm, mbajtja e armës në një mënyrë sfiduese dhe dueluese, është bërë pjesë e sjelljes së botës së krimit. Saviano tregon që tani më ai imazh kinematografik është bërë realitet i qëndrimit të kriminalëve apo mafiozëve. Këtë shembuj e shumë të tjerë japi një pot fort se si kinemaja deformon dhe formaton jetën tona. Mënyrën si vishemi, si flirtojmë, si flasim, si shajmi. Megjithatë në kinema gjendet një aksion. Tërmjet dy planeve të paraqitura, së paku një tret lind në mendjen e shikuesit. Andaj nuk besoj se kinemaja që shohim tregon atë që jemi, por besoj më shumëti se ajo lloj kinemaja tregon atë që ne duam të jemi. Unë nuk jam kritik arti dhe as kinemaje, dhe për më tepër backgroundi im sociologjia, që në fakt në këtë rast mund të kishte një ditë për të folur, sepse dhe sociologjia e kulturës artin, kineman ose gjithë format e artit i ka një nga temat e studimit, por në fakt ka një farë mënyrë, e thot Pierre Bourdieu që nuk ka një martesë të mirë ose një bashkëpunim të mirë ndërmjet artit edhe sociologjisë. Për një arsye fare të thjeshtë, sepse kur mundohesh që të analizosh shoqërinë dhe fenomenet shoqërore, ti edhe filmin, edhe artin dhe një vepër arti mundohet që ti gjesh një kuptim tjetër, pra të vizualizosh, jo vetëm të shohësh. Dhe mbase në këtë aspekt, unë përtej faktit që jam një njeri që e dua artin shumë dhe sigurisht më pëlqen dhe një nga format më të përkora të artit është edhe filmi, mund të kem pak probleme në analizë dhe shoh ndjek këtë gjë edhe në momentin ku shoh një film. Domethënë në përgjithësi nuk ndaloj vetëm tek bravura e aktorit, por kam gjithmonë pikpyetje për skenarin, për ngjarjen, si përfundon, për karakterin, si performon, duket apo s'është i besueshëm për atë që ka marrë përsipër që të identifikoj apo të trajtoj në film. Megjithatë, besoj që filmi është jo deformim, fakt, siç jam dakord me pjesën e deformimit, që influencon, po, që krijon mundësinë për të ndryshuar norma shoqërore, për të influencuar tek individi, për të ndryshuar gjendje emocionale. Në psikologji, për shembull, sot në botë ka atë që quhet si terapia e kinemas. Pra, kur individëve të ndryshëm ju jepet mundësia që të përfitojnë apo të marrin terapi duke parë filma. Për shembull, nëse shef, nuk e di, Schindler's List, ke një mundësi, mund ta ndjesh veten në fund filmit sa fatlum je që nuk e jetuar në ato kohë. Por unë prap them që filmi është madhështi.
Fqinjë nuk mund ta zgjedhim, por atë mund ta vështrojmë në 1000 mënyra. Për popujt e Ballkanit, fqinji ka një herazi kuptim kërcënimi dhe ndihme. Në një përshkrim të konceptit të fqinjit, Srdjan Majstorović, drejtuesi European Policy Center nga Beogradi, flet për refleksione. Neighbor is our first contact every day we step out of our houses and family circles. Ideally our neighbors are Fqinji është kontakti ynë i parë. Çdo ditë që dalim nga shtëpitë dhe rrethet tona familjare, idealisht fqinjit tanë janë këtu për ne në një kohë nevoje. Dikush tek i cili mund të mbështetemi për të qenë fqinj nuk ka të bëjë vetëm me përfitimet e një marrëdhënie dypalshe. Të jesh një fqinj do të thotë që ne si fqinj gjithashtu pritet të sigurojmë shëndet dhe rehati në kohën që fqinjit tanë kanë nevojë. Shumë rrallë dikush mund të zgjedhë fqinjin e tij ose të saj. Shpesh ne kemi nevojë për të krijuar marrëdhënie me ata që jetojnë pranë nesh. Do të thotë që mund të angazhohemi. Duhet të dalim nga zona jonë e rehatisë dhe të njohim fqinjit tanë dhe të ndërtojmë besimin. Besimi është thelbësor për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, por gjithashtu duhet të pranojmë papërsosmëritë e fqinjve tanë. Prandaj del dhe nevoja për të qenë tolerant me fqinjit tanë, sepse askush nuk është perfekt. Kur flasim për marrëdhëniet me fqinjët tanë në rajon, ajo është shumë e ngjashme me përvojën tonë private. Në Ballkan, njerëzit jetojnë pranë njëri tjetrit. Për shekuj, ne kemi ndarë gjeografinë dhe historinë. Kemi kujtime pozitive dhe negative, edhe për fqinjët. Por meqense të gjithë po ndajmë një qëllim të përbashkët për të bërë antar të BE-s një ditë, ndajmë gjithashtu edhe një të ardhme të përbashkët. Dhe kjo është një pasuri e vërtet për të filluar ndërtimin e shembujve gjithnjë pozitiv të bashkëpunimit midis fqinjve të Ballkanit. Kriza si COVID-19 sot po japin shansin e përsosur për të pasur një bashkëpunim më të ngushtë dhe për të filluar praktikimin e asaj që predikojmë. Nëse keni nxënë në një mësim nga kriza COVID-19, ai është që ka zero mundësi për të jetuar i izoluar në botën e sotme. Interesat tona janë të ndërthurura dhe të ndërvarura në mënyra të vetme dhe për t'i arritur ato është që të bashkëpunojmë me fqinjët tanë. Dhe siç ka thënë ish-presidenti i SBA, Harry Truman, për të pasur një fqinj të mirë, duhet të jemi edhe vetë fqinj të mirë. In order to have a good neighbor, we must be good neighbors as well. Unë nuk rreshtëm kur s'foluli për pjesën e fqinjësisë dhe Srdjani për shembull është një nga ata miq që në bazë se do të nisesh nga ndasitë të cilat kanë ekzistuar në Ballkan, duhet ta paragjykosh. Unë punoj ky është viti 3 tashmë me gra dhe burra të cilët vinë nga 13 vende, 6 për cilave jam fqinj të afërt, pra vendet e Ballkanit perëndimor, të tjerët ndajnë me ne kufi, por janë fqinj ndërmjet tyre, pra Greqia, Turqia, Rumania, Bullgaria, Moldavia, Slovenia, Kroacia, përfshi edhe 6 e vendeve tona. Tani, të them të drejtën, edhe këtu ndaj 2 qasje. E para, njerëzit janë një lloj. Fqinjët lidhen nga historia, edhe ndahen, lidhen nga kultura, lidhen nga tradita, nga zakonet e ngjashme. Besoj që duhet ta keni parë para mbase 10 vitesh, një regjizore bullgare bëri një film dokumentar shumë interesant me titullin Whose Song Is This? Domethënë kujt është kjo këngë? Dhe bënte një trip, një lëvizje, një udhtim në gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, jo Ballkanit perëndimor, Ballkanit në çik më gjerë, pavarësisht se termi Ballkan është më shumë term politik se sa term gjeografik, por në gjithë vendet e Europës juglindore, dhe në fakt pjesa e tingujve dhe muzikaliteti ishin një lloj, në çdo vend që ndalonte secili thoshte kjo është kënga jon. Përfshirë edhe Shqipërinë. Pra, kjo tregon se sa të afërm dhe sa fuzion, pra shkrirje ka patur ndërmjet kulturave dhe ka të vendeve kufitare. Është një lloj si ai fqinji që kemi tek dera e shtëpisë. Ku në fakt të gjithë kemi patur dhe kemi fqinj shumë të mirë dhe dera e parë kur ti troket kur ke nevojë, dhe është ajo çfarë po thoshte edhe Srdjani pak më parë, është dera e fqinjit. Prindin, motrën, vllajin, të afërmit e tu të dashur i ke pak më larg. Dhe fqinji është ai i cili duhet të përgjigjet. A ka ndodhur gjithmonë kështu?
jo vetëm në Ballkan. Ne kemi më të freskët dhe njohim më mirë historinë tonë. Konfliktet ndërmjet vendeve fqinje janë konflikte që ekzistojnë sot në botë dhe konfliktet të ashpra, ende. Shihni edhe ditët e fundit ndërmjet Izraelit edhe Palestinës. Pra, ne nuk kemi të vetmit ose i vetmi rajon i cili ka patur probleme me luftën, ku siç ka ndodhur për shembull gjatë luftës në Ballkan, ka patur fqinj të cilët kanë vrarë fqinjin, por ka patur dhe fqinj të cilët i përkisnin një etni apo një kombi tjetër, të cilët deri në fund e kanë ndihmuar fqinjin, për t'i shpëtuar marrisë së asaj që shkaktoi luftën. Ajo që rrezikon për mua fqinjsinë është mbajtja fort tek nacionalizmi politik. Dhe zakonisht nacionalizmi politik bëhet ose është formë edhe më ekstremiste se sa populizmi. Pra merr populizmin me vete, por bëhet edhe më i rrezikshëm. Megjithatë, jo më kohë nisa diskutimin duke ditur se e thash punoj me zonja dhe zotrinj të komësive të ndryshme. Punoj në vende të cilat janë jo vendi im, pra jo në Shqipëri. Dhe e them me sinqeritet dhe bindjet plot, unë kur nuk e kam ndjerë veten, sikur sa asnjëri nga ne, që jemi gjithë ditën bashk, punojmë bashk, festojmë bashk, kur kemi mundësi, ndajmë hallet bashk, kur nuk kam ndjerë që ka një konflikt ndërmjet njerëzve të thjesht, i cili të nxitet qoftë edhe nga mendime apo nga qëllime të caktuara politike. Dhe po të pyesësh të gjithë qytetarët në rajonin ton, ka një ndërgjegjësim të rritur sot se bashkëpunimi rajonal, pra fqinji, të kesh një marrëdhënie të mirë me fqinjin, të kesh një marrëdhënie më të mirë dhe më të avancuar në tregti, të kesh mundësi të lëvizësh lirisht dhe të shohësh njëri tjetrin, mbështetja është tek 74%. Dhe jo vetëm sepse rrugtimi ynë i përbashkët apo e ardhmja jonë e të gjithëve bashk është e shprehur dhe e përcaktuar drejt Bashkimit Evropian. Jo vetëm për të bindur europianët që ne kemi mundësi të zhvillojmë marrëdhënie bashkëpunimi dhe të fqinjësisë së mirë me njëri tjetrin, por sepse është nevoja që e bën të domosdoshëm bashkëpunimin. Ne kaluam dhe jemi ende pa dalë nga një pandemi e cila rajonin ton, edhe duke qenë në kufi me Europën, e vuri në një vështirësi dyfishe. Dhe mund të kujtohet që në momentin kur nisi pandemia, historia se ndalohej eksporti i pajisjeve mjekësore, i dorezave, i veshjeve të mjekëve të tjera nga Bashkimi Evropian drejt vendeve të tjera, përfshirë dhe Ballkanin Perëndimor, nuk u prit fare mirë. Alarmi ishte i madh. Dhe unë e them kudo, jo për të bërë politik apo për të thënë promon e punës që bëjmë çdo ditë. Por në kulm të pandemisë, në momentin kur pandemia sapo kishte nisur, ne arritëm të gjithë bashk që të vendosnim dhe të jepnim mundësi rajonit që të mos kishte asnjë bllokim të kalimit të mallrave, të pajisjeve mjekësore, të ilaçeve në kufit tanë. Dhe kur flas për kufit tanë, i referohem kryesisht atyre kufive ndërmjet vendeve apo ekonomive, të cilat kanë situata të pasgjidhura dhe nuk e njohin njëri tjetrin, pra kufirin për shembull ndërmjet Serbisë, Kosovës. Dhe dua të them që pikat e kalimit kufitar, të cilat në një kohë tjetër normale mund të mos funksionojnë, në kohën e pandemisë të gjithë bashk vendosëm që të kishim mundësi dhe të mos pengoheshim që qytetarët në gjitha vendet tona të mos vuanin nga mospasja e ilaçeve të domosdoshme apo e ushqimeve për familjet e tyre. Pra, në çdo moment që ka ndërgjegjësim, vullnet politik, sigurisht, por edhe një lloj, le të them, një lloj qartësie se kjo është hisja që na ka rënë. Ne këtu do të jetojmë, të paktën këtu jemi për të jetuar. Dhe sa herë që ka ose triumfon kjo tezë, se kombet me të vërtet ndahen ose vendet ndahen nga kufit dhe organizohen në bazë territoresh. Por sa herë që mbizotëron teza, duke vrarë tezat e rrezikshme të ndryshimit të kufive e kështu me radhë, sa herë mbjeton ajo që së bashku ne mund t'ja dalim dhe t'jemi më mirë, pra më mirë bashkë se sa të ndarë, atëherë ke më shumë mundësi për të qenë i qetë,
se fqinji që ke ngjitur është një fqinj i cili mund të ruaj me ty të njëjtat marrëdhënie të fqinjësisë së mirë për të cilat ke nevojë. Për këtë kemi nevojë për të qenë gjithmonë edhe më shumë bashkë në agjendat cilat janë të bashkëpunimit rajonal, të krijimit të një tregu të përbashkët. Jemi vende të vogla, jemi ekonomi të cilat jemi interesante tek e tek për investitorë të mëdhenj. Dhe ky është për shembull rasti tipik kur ai slogani bashkimi bën fuqin ja vlen për qenë le të themi një model triumfues edhe në rajonin tonë. Majlinda Bregu, faleminderit që ishit në Refleksione. Faleminderit edhe juve për ftesën.